Në qendër të Kumanovës ndodhen godina të braktisura, ish hoteli Kristal dhe disa restorante të cilat janë të shndërruara në deponi dhe hapësira për narkoman. Qytetarët thonë se objektet janë të lëna pasdore prej dekadash dhe nuk përfaqësojnë qytetin. Disa janë privatizuar dhe një pjesë e tyre janë shitur nga kreditorët, por megjithatë mbeten të shkatruara dhe pa funksion. Qytetarët thonë se këto objekte janë të braktisura në 3 dekadat e fundit. Shtojnë se përveç objekteve gastronomike në shesh, ka dhe shumë ish fabrika të privatizuara dhe të përdorura për qëllime të tjera. Ne dolikujemo tu je nekogaš bila letnja bašta, tu imamo živa muzika, ova Kuba je bila, na primjer, ova fabrika Monopol, moj rabota tamo 2 generacije i 3, i to je to, a сега to je to. Jedinstvena zemlja, jaš koliko znam, možda su mu greška, je Švajcarija, kaj što, na primjer, se napravi muzej na Tutun ili nešto, i taka dodeka u ovje zemlji, taka zvarjat prazni, za razlika od njih, nije imame ušte poviše takve objekte i to je to. Askush nuk kujdeset që ja, tu janë të gjykata, janë prokuroria, janë policia, janë komuna, ketë e kanë demolu, ketë me dyre, me dritare, e kanë bërë aty katastrofë. Aty s'ka kërkush nuk ka marrë masa me thonë që me dalën, me kallëzu se shka u bë me këtë objekt, me këtë hotel Kristalin, edhe me ndërprej ato plashkite që e kanë bërë dhe që e kanë demolu gjithë këtë objekto, edhe jo me marrë me riparu, e me ndërtu banesa, me ndërtu diçka, por njerëzit që janë pastrej edhe njerëzit që nuk kanë kushte. Ne. Uopšte na grad ne dolikuje, kako da je padnala atomska bomba usred centra. Ima li takvi drugi objekti otpušteni? Na Ćoć, taj pčela što je, napušteno. Gore tamo lovac i to je napušteno. Zašto takav se ostavim? Koji zna? To treba da prašamo tije što rukovodio tamo. Sipas autoriteteve, këto objekte ishin në falimentim dhe një pjesë e aseteve të shoqërisë aksionare Biserka me thirrje publike u shiten nga kreditorët në vitin e kaluar me një vlerë totale prej 1 milion euro. Bodrumi dhe kati përdhesi ish hotelit Kristal me sipërfaqe prej 1585 m2 janë shitur për 46.5 milion denar. Edhe një pjesë e ish hotelit Kumanova prej 349 m2 është shitur për 20.5 milion denar. Ambientet ndihmëse të ish hotelit Kuba prej 334 m2 u shitën për 2.6 milion denar. Është shitur edhe kafeneja Lovac, ndërsa prona e mbetur e Kristal, Kuba dhe objekteve të tjera pritet të shiten në një procedurë tjetër ankandi. Sipas asaj që kemi mësuar, ka edhe një ngërç. Edhe pse gati 10 vite ka një vendim të plot fuqishëm gjyqësor për pronësi, Agjencia e Kadastrës nuk i kthen ato prona të mbetura të shoqërisë aksionare Biserka në falimentim dhe shitja nuk mund të realizohet për investime.